Tatimi mbi vlerën e shtuar, taksa e konsumit që mblidhet nga tatimet, do të administrohet në bashkëpunim me privatin. Ky shërbim do të jepet një partneriteti publik-privat për 10 vjet. Ai do të jepet me tender të hapur ndërkombëtar dhe ka qëllim rritjen e të ardhurave nga TVSH-ja. Bëhet fjalë për një propozim të pakërkuar nga qeveria, i bërë nga kompania M-Pos në vitin 2014 dhe më pas, Ministria e Financave ngriti një grup pune që bëri një studim. Ajo që është vënë re, kemi shumë raste që kemi kupona që lëshohen të falsifikuar. Në mënyrë që të përmirësojmë gjithë këtë, Ministria e Financave dëshiron që të ketë një platformë të re teknologjike. Ministria e Financave ka bërë një studim fizibiliteti shumë të detajuar, nga të cilat kanë dalë dhe termat e referencës. Kompania private do të krijojë një sistem elektronik që do t'i mundësojë tatimeve të grumbullojnë informacion mbi shitjet dhe blerjet në kohë reale dhe të gjurmojë produktin nga pika e importit apo e prodhimit deri te konsumatori final, duke identifikuar abuzimet me TVSH-n. Partneriteti publik-privat do të investojë 9.5 milion euro për ngritjen e sistemit, nëse të ardhurat nga TVSH-ja do të rriten mbi 11% në vit, që është norma që tatimet e realizojnë në kushtet aktuale, atëherë privati do të përfitojë një pjesë të këtyre të ardhurave, që do të ndahen mes shtetit sipas një formule të caktuar. Nëse rritja e të ardhurave nuk realizohet, atëherë qeveria do t'i paguajë kompanisë 1/10 e investimit fillestar që ka bërë, ose 957.000 euro në vit, si kosto për amortizimin e sistemit. Ndihmojnë administratën tatimore, jo vetëm në mbledhje më të mirë të taksës së TVSH-s ose ndryshe taksës së qarkullimit, por në përmirësim, do të çojë në një përmirësim direkt edhe të deklarimit të sigurimeve shoqërore, do të çojë në një përmirësim indirekt të deklarimit edhe të tapit, po ashtu edhe të tatimit mbi fitimin. Tatimi mbi vlerën e shtuar është një nga taksat kryesore të buxhetit dhe tatimet mbledhin prej saj rreth 30 miliard lek në vit, duke pasur parasysh se 11% është rritja vjetore që mund të realizohet dhe vetë nga administrata. Suksesi i këtij partneriteti publik-privat do të duket nëse të ardhurat do të rriten mbi këtë nivel ose mbi 33 miliard lek në vit.